Sa më shumë thellohen hetimet, aq më shumë zgjerohet pista për atentatin me kapte të plagosur mbrëmjen e 17 prit në Lundët të Tiranës. Shënjestra atentatorëve bëhet gjithmonë më e paqartë. Policia e shtetit ka zbuluar disa prova që mund t'i çojë hetuesit në gjurmën e autorëve të atentatit. Grupi hetimor gjeti disa objekte dhe sende në një vend pranë atentatit, ku mendohet që të kenë qenë qëndruar autorët para atentatit. Materiali gjenetik i gjetur në këto objekte do të analizohet në laborator me shpresën se hetuesit nuk kanë gjetur sende të rastësishme. Një javë nga atentati ku u plagosën 2 fëmijë të pronarit të Pelikani Security, shoku i tyre dhe shoferi i familjes, hetuesit akoma nuk e kanë të qartë shënjestrën e atentatit. Mbrëmjen e 17 pritit, fëmijët po ktheheshin në shtëpi pasi kishin festuar jashtë Tiranës ditëlindjen e djalit 11 vjeçar të pronarit të Pelikanit. Autorët nisën të qellonin në drejtim të makinës G-Class që drejtohet nga Arend Stafa në lëvizje. Përveç 7 gjurmëve të plumave në makinë, një plumb ka kapur edhe një automjet që lëvizte në rastësi. Vlerëtuesi sa është larguar me një hep prej frikës, po pak qaste më vonë njoftoi dhe policinë.